Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Të nderuar vëllezër, ky seminar titullohet Qul innal huda hudallah. Thuaj, udhëzimi është udhëzimi i Allahut xhalla xhelaluhu. Ta dim se këtë begati, pra begatin e udhëzimit përveç Allahut askush nuk e jep. Madje edhe njeriut më të udhëzuar, më të dalluar që ka ardhur në rrezullin toksor, nuk e ka arrit këtë begati nga, domethënë nga vetvetiu, nga vetja, nga aftësia e tij. Por Allahu thot: "Wa wajadaka dallan fahada." Në surën Ad-Duha i thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Allahu të gjeti të humbur, pra të devijuar, pa dije, pa udhëzim, dhe Allahu ti të udhëzoj. Kur themi udhëzimi është udhëzimi i Allahut, pra Allahu xhalla xhelaluhu i udhëzon zemrat e besimtarëve me atë që e ka zbritur pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe pejgamberëve para Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Prej ajeteve të qarta, prej argumenteve të prera dhe prej fakteve, arsyeve të kapshme dhe të qarta. Ta dim se këtë begati pra e kemi prej Allahu xhalla xhelaluhu, Allahu na uzoft. Pastaj titulli i ligjëratës sime është udhëzimi mes dijes, bindjes dhe dorëzimit. Tani nëse e konsiderojmë në udhëzimin si një ndërtesë, kjo ka tre shtylla kryesore. Njëra është dija, pra dituria, e dyta është besimi ose bindja dhe e treta është dorëzimi. Dhe njëra prej këtyre nëse hiqet, atëherë udhëzimi nuk është i plot. Udhëzimi është i mangët ose as pak udhëzim nuk ka, mund themi. Kur themi dija është prej shtyllave të ndërtesës së udhëzimit të Allahu xhalla xhelaluhu, ta dim se dija pra fetare, dituria fetare, ka rëndësi të madhe dhe i paraprin çdo vepre, edhe veprave të zemrës, edhe veprave të gjymtyrëve. Pra dituria është e para, pastaj vijnë veprat, qofshin të zemrës apo të gjymtyrave. Allahu xhalla xhelaluhu e krijoi Ademin alayhis salam, me njëherë thot ja mësova emrat, wa allama Adama al-asma'a. Ja mësoj emrat e gjërave, ja mësoj se çfarë është e mirë, çfarë është e keqe, si është besimi, si është kufri e kështu me radhë. Pastaj e shohim se për të arritur në udhëzim na duhet dituri. Nuk arrihet tek udhëzimi pa dituri. Ibrahimi alayhis salam i thot babës vet: "Ya abati, inni qad ja'ani min al-'ilmi ma lam ya'tik." O baba im, sepse Ibrahim alayhis salam babën e ka pas të devijuar, apo? I thot: "O baba im, mu më ka ardhur prej dituris, ajo që nuk të erdhi ti. Fattabi'ni ahdika siratan sawiya." Më paso mua që të udhëzoj në rrugën e drejtë. Pra me dituri njeriu udhëzohet në rrugën e drejtë. E këtu Ibrahim alayhis salam që i ka thënë babës vet, udhëzoj në rrugën e drejtë, kjo është udhëzimi, tregimi i rrugës së drejtë, sepse tek udhëzimi i zemrave s'ka ndërhyrje të krijesave. Vetëm Allahu i udhëzon zemrat. Pra Allahu thot: "Wallahu yahdi man yasha." Allahu e udhëzon atë që don, vetë Allahu subhanahu wa taala. Kulmi i diturisë që na çon udhëzim, vëllezër të dashur, është njësia Allahut ose njëshmëria Allahut subhanahu wa taala. Allahu i thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: "Fa'lam annahu la ilaha illa Allah." Dije, o Muhammed, se s'ka të adhuruar me merit përpos Allahut. Pra kjo është gjëja parë që duhet ta dije, pra i udhëzuari, dituri, domethënë esenciale. Po ashtu Allahu xhalla xhelaluhu thot: "Shahida Allahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist." Allahu dëshmon, melekët dëshmojnë dhe kush? Njerëzit e dijes dëshmojnë
se nuk ka zot tjetër përveç Allahut xhalla xhelaluhu dhe kjo dëshmi është me drejtësi, bil qist, qaiman bil qist. Pra ne e marrëm si bazë këtë diturin, sepse për atë gjë jemi kriju ta njohim Allahun një dhe ti bëjmë ato gjërat që e kënaqin Zotin ton, i cili nuk ka ortak, dhe ta fitojmë xhennetin e tij. Ta dim se besimtari ka nevojë për dituri më shumë se sa ushqimi dhe pija. Kështu thot Imam Ahmedi rahimahullah. Thot hajatun nasi ila al-ilmi ash-shar'i a'zamu min hajatihim ila at-ta'ami wash-sharabi. Nevoja e njerëzve për diturinë fetare është më e madhe se sa nevoja e njerëzve për ushqim dhe për pije. Do me thonë, njeriu i udhëzuar ka nevojë për çdo moment, për çdo sekond, ka nevojë të ketë dituri. Ndërsa për ushqim, për pije, e dim se një herë në ditë me ngran, 2 herë në ditë mjafton dhe kjo nuk merr gjysore. Ndoshta edhe më pak. Po njeriu i udhëzuari bëhet fjalë për të udhëzuarin. Ka nevojë për dije, e cila e çon në udhëzim, të cilën e praktikon, ka nevojë për çdo sekond. Subhanallah. E para është ta njohim Zotin ton si i pashoq, si domethënë i përkryer me emra të bukura, me cilësi të lartë dhe të përsosura. Dhe çdo vepër që e bën Allahu xhalla xhelaluhu e bën me urtësi. Këtë e kuptojmë se është kulmi i diturisë së dobishme. Për këtë gjë jemi krijuar. Po njeriu edhe për jetën e përditshme ka nevojë për dituri. Subhanallah. Vetëm pak ta imagjinojmë. Për një moment mos kemi dituri, domethënë, e cila na udhëzon neve se si të jetojmë, do ishte një kaos i madh në mesin e të udhëzuarve. Sepse ne nuk dinim se si të kemi raportet me familjarët, apo raportet martesore. Po raportet kryerja e nevojave fiziologjike bile don dituri. Nëse duam dalim faqebardh para Allahut xhalla xhelaluhu, apo edhe gjumi i muslimanit do të ketë domethënë një bagazh të diturisë, apo të dije si të fleje, kur të fleje, sa të fleje, për t'i çuar vend urdhrat e Allahut dhe për të larguar nga ndalesat e Allahut xhalla xhelaluhu. Prandaj kemi nevojë për dituri në çdo moment. Pra secili prej nesh mund ta imagjinoj, nuk din se çka të haje, ç'a është halal, ç'a është haram. Çfarë të pije, se si të pastrohet prej nevojave fiziologjike. Me bashkëshorten, si ta ketë raportin, me familjarët, me prindërit e kështu me radhë. Wallahi kemi nevojë për çdo sekond për diturinë islame, e cila neve pra na bën që të udhëzohemi. Të nderuar vëllezër, ka dy domethënë qëndrime të gabuara ndaj diturisë. E para është mos interesimi për diturinë. Këtë e kanë bë i tharët e librit dhe ata, domethënë konkretisht, të krishterët, Allahu xhalla xhelaluhu i cilëson si të humbur në surën El-Fatiha. Apo? Pse? Sepse këto i kanë ndërtu ritualet fetare, adhurimet e tyre, bindjet e tyre në padituri, në epshe. Apo? Walet dalin kur themi. Këto nuk posedojnë dituri dhe domethënë me gjëra të kota, me gjëra që e hidhrojnë Allahun xhalla xhelaluhu, domethënë i bëjnë ato ritualet fetare. Pra, qëndrimi i gabuar i parë ndaj diturisë fetare apo dobishme është mos interesimi ndaj diturisë. E këtë pra të krishterët e kanë këtë cilësi. Cilësia tjetër apo qëndrimi tjetër i gabuar ndaj diturisë është ata që kanë dituri, por nuk veprojnë me atë dituri, nuk e praktikojnë atë dituri, apo edhe e luftojnë, e fshehin që mos e dinë njerëzit. Këto janë jahudit. Allahu thot, ghayril maghdubi alejhim, el maghdub alejhim, ashtu siç na sqaron edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithe, ata që e fitojnë hidhrimin e Allahut
Pra ne bojmë dua në çdo rekat që o Allah mos na bën prej atyre që e kanë merituar, e kanë tërheq hidhrimin tënd. E këto janë jahudit. Pse? Edhe pejgamberi Allahut, po edhe dietarët na kanë sqaruar se ata janë jahudit, të cilët e dinë të vërtetën, por nuk e pasojnë, nuk e praktikojnë. Allahu thot: "Alladhina ataynahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum." Apo wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Allahu thot për jahudit se ata të cilëve u kemi dhënë libër, Teuratin pra, ata e njohin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, të vërtetën e njohin, e dinë shumë mirë. Sa e dinë mirë? Ashtu siç i njohin fëmijët e vet, evladët e vet. Pastaj thot Allahu, ka një grup prej atyre që e fshehin të vërtetën, duke e ditur. Pra, dy qëndrime të gabuara ndaj diturisë janë mos interesimi për të pajisur me dituri të dobishme, këtë kanë bërë të krishterët, dhe ne duhet marrim mësim që mos bëjmë këtë gabim, duhet interesohemi për dituri. Qëndrimi i gabuar tjetër është nëse e dim një gjë, nëse i dim halalin dhe haramin, cila është e vërtet, cila është e kot, ne duhet pra të veprojmë në bazë të asaj që e don Allahu subhanahu wa taala prej nesh pra. Për vlerën e diturisë mund ta përmendim edhe një dietar që quhet Et-Tahawi, ndoshta shumica e njihni Abu Ja'far Et-Tahawi, thot përsëritja dituri, pra ilm. Dhe bashkë me muisht Ahmed bin Abi Imran, thot dhe pranë nesh kaloi një njeri i dynjas. Pra kishte dalldisur në kënaqësitë e dynjas, Allahu i kishte dhënë pasuri e kështu me radhë. Thot unë duke e shikuar atë, e lash përsëritjen e mësimit. Dhe e hetoj këtë gjë, pra Ahmed ibn Abi Imran, dhe tha, çfarë u bë, tha, a u habite me atë që ja ka dhënë Allahu këtij? Po, thash. Dhe ai më pyeti, a don që Allahu xhella xhelaluhu diturin tënde t'jape atij? Dhe ai të jetë i ditur, po i varfër, dhe pasurinë e tij të ta japë ty, dhe ti t'jesh i pasur, por xahil, pra ignorant, pa dituri. Tahawi ka thënë, vallahi këtë nuk e du, se dituria të bën krenar pa origjinë të lartë. Dituria të bën me forcë pa ushtar, me pushtet, po nuk ke bodyguard ushtar e kështu me radhë. Dhe dituria pra çfarë të bën? Të bën të pasur edhe nëse nuk ke shumë pasuri. Pra nuk ke nevojë për njerëzit. E dituria pra këtë vlerë e ka dhe është shtylla e parë që e çon robin në udhëzimin e Allahut xhalla xhelaluhu. Po ashtu Allahu subhanahu wa taala thot: "Hel yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun?" A janë të njëjtë ata që dinë dhe ata që nuk dinë? Këtë ajet e paraprin një ajet është në surën Az-Zumar. Allahu tregon ata të cilët i bën shirk Allahut, dhe pastaj i tregon ata të cilët e adhurojnë Allahun xhalla xhelaluhu me këtë dituri që posedojnë, duke u friksuar nga ahireti, nga dënimi, nga xhehenemi, dhe duke shpresuar në rahmetin, në mëshirën e Allahut xhalla xhelaluhu. Pra, Allahu thot, a janë të barabartë ata që dinë me ata që nuk dinë? Innama yatadhakkaru ulul albab. Mësim marrin vetëm njerëzit që kanë mend, pra që kanë mendje të shëndosh. Vëllezër të dashur, si rezultat i dijes së dobishme fetare, tek ne duhet paraqitet një virtyt i lartë, apo një shtyllë e madhe e udhëzimit, dhe ajo është bindja. Mund themi edhe imani, besimi. Gati se në Kur'an krejt ajetet janë argument për këtë gjë, apo? Ama unë do të zgjedh ajetet që i recitoj Abdullahi. Në fillim të Kur'anit janë. Allahu xhalla xhelaluhu këtu i cilson njerëzit e udhëzuar. Elif lam mim, dhalika al-kitabu la rayba fihi, hudan lil muttaqin. Pra këto ajetet e para të surës El-Beqara, neve
na cilëson Allahu Gjelle Gjelaluhu besimet, veprat e fshehta dhe veprat e dukshme të njerëzve të udhëzuar. Apo, fillimisht thot Allahu Gjelle Gjelaluhu se në këtë libër nuk ka pik dyshimi dhe është udhëzim për të devotshmit. E këto të udhëzuarit, çfarë cilësish kanë vëllezër? E para është alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allahu Gjelle Gjelaluhu thot ata të cilët e besojnë të fshehtën. Pra, realiteti e vërteta e besimit është pranimi i plot i asaj të cilën na kanë lajmëruar të dërguarit të Allahut, pejgamber të Allahut. Këtë bindje, këtë iman, pra në këtu përfshihet bindja me zemër dhe vepra me gjymtyr. Po ashtu, në këtë bindje nuk kushtohet të shohish me sy ose të përjetosh me shqisa. Sepse ato gjërat e dukshme, besimin në gjërat e dukshme, nuk e dallon besimtarin prej jo besimtarit, krejt e shohin atë. Por ajo që e dallon besimtarin prej jo besimtarit është besimi në ghaib, në të fshehtën. Pra besimi i vërtet është besimi në të fshehtën, në atë që njeriu nuk e ka pa, apo nuk e ka përjetu, po e beson sepse Allahu Gjelle Gjelaluhu, krijuesi jon, furnizuesi jon, ai që i rregullon punët e krijesave të tij, ai na ka lajmëruar. Pejgamberi i tij na ka lajmëruar. Prandaj thjesht është vërtetim i asaj që na kanë lajmëruar pra Allahu subhanahu wa taala dhe pejgamberi i tij. Pra besimtarit i takon t'i besojë krejt çështjet e gajbit, sepse ai fillimisht në atë dituri dobishme, apo e ka kuptuar se kjo që e kanë pru pejgamber të Allahut është e vërteta, është haki, apo argumentet e qarta. Dhe besimtarët çfarë bojnë në Kur'an, në hadithet e sakta, besojnë pa pikë dyshimi. Dhe nuk pyesin, domethënë, a e shoh, a nuk e shoh. Sepse për ndryshe nuk dhe ishte ai test i besimit për njerëzit. Nëse të gjitha gjërat ishin pra të shfaqura. Muslimani, pra besimtari, edhe pse me mendjen e tij nuk i kupton gjërat e gajbit, gjërat e fshehta, nuk i kupton plotësisht. Apo nuk arrin me mendjen e tij t'i kuptojë domethënë në mënyrë të plotë. Ai i beson, i pranon dhe në bazë tyre edhe vepron. Ndërsa mohuesit dhe përgënjështruesit e të fshehtës, të gajbit, ata me mendjet e tyre të mangëta i mohojnë pra ato të vërteta që na ka tregu Allahu, na ka lajmëru Allahu dhe pejgamberi i tij. Dhe kështu mendjet e tyre pra prishen, dhe mendjet e tyre prishen, ëndrat e tyre tërbullohen dhe ato asgjë nuk kanë të qartë. Pra ngelin në devijim, ata nuk mund të zohen. Ndërsa mendjet e besimtarëve që besojnë në gajb ndriçojnë dhe udhëzohen me udhëzimin e Allahut subhanahu wa taala. Pra kur themi ne besimin e të fshehtën në gjithçka që lajmëron Allahu dhe pejgamberi i tij të besohet. Si për shembull, besojmë në ahiret. Besojmë në çështjet e ahiretit, apo në xhennetin, në xhehenemin. Besojmë në emrat e Allahut, apo në përsosmërinë e qenjes së Allahut, emrave të Allahut, cilësive të përsosura të Allahut subhanahu wa taala, po ashtu edhe veprat e Allahut subhanahu wa taala. Pra ne edhe pse nuk mund domethënë ta kuptojmë domethënë në atë mënyrën precize, nuk mund mënyrën e cilësive të Allahut që janë të përsosura të kuptojmë, ne i besojmë, i pranojmë pa pyetur se si, pa e pyetur mënyrën se si. Kjo është besimi në gajb.
Pra, për këtë mund të sjellim një shembull. Kur Ebu Bekri radiallahu an u pyet për çështjen e Isras dhe Mi'rajit. Apo, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pra, kishte bërë një udhtim nate prej Mekke në Kuds, pastaj ishte mbi 7 kat qiell. Ebu Bekrit radiallahu an i than se shoku yt është çmendur. Thot diçka që nuk janë të realta, nuk mund të bëhen. Pra ata të cilët i thoshin këto fjalë, ishin njerëz që nuk ishin të udhëzuar, nuk besoshin, nuk kishin bindje. Për Ebu Bekri radiallahu an, me njëherë e pranoj këtë, e pranoj sepse Ebu Bekri radiallahu an këtë ajet e besonte. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا. Allahu është i tillë që asgjë nuk mund ta dobësojë Allahun ose ta bëjë të pamundshëm, asgjë në qiell e as në tokë. E Allahu është i gjithdijshmi, Allahu është i plot fuqishmi që mund të realizojë gjithçka. A e kish kuptuar, domethënë, se mënyrën si realizon Allahu në detaje, domethënë kreti kish kuptuar Abu Bekri, jo, se këtë ajetin Allahu e zbriti, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e lexoi, e kuptoi se për Allahun nuk ka gjë të rëndë. Asgjë në qiell dhe në tokë nuk i vjen rënd Allahut. Kjo është bindje vëllezër. Edhe pse ne përmendim Ebu Bekrin radiallahu anh, edhe sahabët tjerë e besonin këtë. Sahabët tjerë, subhanallah, kur e shikojmë se prej muslimanëve të parë, prej muhaxhirëve, përveç një që e kanë ndru fen, dikun 400 muhaxhirë janë. 399 nuk kanë deviju asesi. I kanë besu këtë çështje. Pra besimin gajb, besimin aq të fshehtën, përfshin besimin se Allahu është krijues, Allahu është furnizues, se vetëm ai meriton të adhurohet, se as kush tjetër, as gjë tjetër përveç Allahut nuk meriton adhurimin. Kretë këto janë, domethënë, gjëra që bazohemi në argumentet e Allahut subhanahu wa taala që i ka zbrit, dhe ato gjëra që na kanë ndihmuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe ne kemi bindje. Allahu thot: "Dhalikumullahu rabbukum khaliqu kulli shay." Ky është Zoti juaj, krijuesi i çdo gjëje. La ilaha illa hu. S'ka të adhuruar me merit për posti. Fa anna tufakun. Si prap, si mbrapshteni. Përsëri duj kej dit këto pra fakte. Ne kemi bindje atë që na ka lajmëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, po ashtu që e gjejmë librin e Allahut subhanahu wa taala. Pra e kemi bindjen se Allahu xhalla xhelaluhu do t'u boje njerëzit li yawmin la rayba fih. S'ka dyshim në ditën e ringjalljes, në ditën e kiametit. Allahu do t'u boje krejt njerëzit dhe do të shpërbleje sipas veprave që i kanë bërë. Nëse kanë punu hajr, do t'i shpërbleje me hajr. Nëse kanë punu sherr, do t'i shpërbleje me sherr. Këto janë faktet që i ka zbrit Allahu dhe që na ka lajmëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Të nderuar vëllezër, shtylla e tretë e udhëzimit është dorëzimi në Allahun xhalla xhelaluhu. Të dorëzohemi urdhrave dhe ndalesave të Allahut subhanahu wa taala. Kur vjen urdhri prej Allahut ose ndalesa prej Allahut xhalla xhelaluhu ose prej pejgamberit të Allahut me hadithe të sakta, dhe në qoftë se nuk ka defekt në dy shtyllat e para, në dituri dhe në bindje, pra na vin urdhri ose ndalimi, ndalesa nga Allahu ose nga pejgamberi i Allahut, dhe nuk kemi problem defekt në dituri dhe në besim bindje, atëherë në fjalorin e besimtarit nuk duhet ekzistoj fjala por ama. Duhet fshihet. Si ashtu? Para se të filloj me disa shembuj, ta dim se kush ja dërzu Allahu xhalla xhelaluhu. Allahu thot:
ai që e kthen, domethënë ja kthen shpinën dinit të Ibrahimit a.s. ai e ka nënshmu veten. O men yerghabu an millati Ibrahima illa man safiha nafsah wa laqad istafaynahu fi dunya. Ne e zgjodhëm Ibrahimin, e zgjodhëm në dynja. Për çfarë? Ibn Kathir i thot e zgjodhëm për udhëzim. Pra ai është i udhëzuar. Pastaj Allahu xhalla xhelaluhu thot idh qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Kur i tha Zoti i tij, Allahu xhalla xhelaluhu, dorëzohu o Ibrahim. Ibrahimi a.s. tha, ju dorëzova Zotit të botëve, Zotit të qiejve dhe tokës dhe çka ka mes tyre. Ju dorëzova. O Allah, ato që ke thonë ti e bardh është. Ato që ke thonë e zes është. A vetëm kështu me fjalë e bani Ibrahimi a.s. Jo vëllezër. Allahu xhalla xhelaluhu Ibrahimin a.s. pra e zgjodhi për udhëzim. Ibrahim a.s. ju dorëzua Allahu xhalla xhelaluhu. Allahu e sprovoi Ibrahimin a.s. nuk i dha evlat. Kur i dha evlat në pleqëri, mbas 8 vjetave. Subhanallah. Dhe më në fund i tha, there birin tënd. There. Ibrahim a.s. tha, inni ara fil manami enni edhbehuk. I tha Ismailit. Ismail nuk ishtë hin bilik. Nuk ishtë në moshën madhore akoma. I tha djalit vet Ismailit, unë e shof në ndër se të theri. Ëndrat e pejgamberve janë, dhe me thënë shpallje. Fëndhur ma dhe tëra. I tha, shikot, qëfar mendosh? Si e shofish këtë çështje, o Ismail? Subhanallah. Ismaili a.s. a i voglushi, pa Allahu që i kishtë udhëzuar, tha, ja ebeti f'al ma tu'mer. O baba im, bënë atë për të cilën urdhrohesh, se te gjiduni insha Allahu min as-sabirin. Dum gjesh prej sabërlive, prej durimtarve. Këtu e shofim dorëzimin e Ibrahimit a.s. për therjen e evladit, që ndoshta e kish prit mbi 8 vjet apo. Po e shohim edhe dorëzimin e Ismailit a.s. Po edhe një dorëzim tjetër që është ndoshta zemra më e butë për evladin të Hajerit a.s. Tregohet se ato guralesat që i hedhim ne gjatë haxhit, aty shejtani i ka shkuar Ibrahimit, Ismailit dhe Hajerit për të devjuar nga urdhri i Allahut, që mos i dorëzohen urdhrit të Allahut subhanahu wa taala. Edhe Hajeri i ka gjujt me gur, është dorëzu urdhrit të Allahut subhanahu wa taala, e ki është pra dorëzim i duhur. Vin urdhri i Allahut, besimtari, ai muslimani që është i udhëzuar, nuk duhet thot për shembull i vin rasti për të blej shtëpi me kamat, ama çtu. Jo. Derije, nëse ka nevojë derije në qira tan jetën, po nuk da marrë atë kredit, se Allahu e ka bo haram. Dorëzim është kjo. Apo pastaj Allahu i shpërblen durimtarët dhe ata që dorëzohen. E dim se Ibrahim a.s. si ka dalë prej kësaj situate të vështirë bashkë me Ismailin dhe Hajerin, të cilët ju dorëzuan para urdhrit të Allahut subhanahu wa taala. Po ashtu dorëzim shofim edhe tek njerëzit e parë. Ngjarja e Habilit dhe Kabilit. Allahu xhalla xhelaluhu i urdhëroi me një adhurim, me një kurban, me një flijim. Njëri prej këtyre ju dorëzu urdhrit të Allahut duke thonë krejt që i posedoj janë prej Allahut, më e mira për Allahun. U dorëzu me njëherë urdhrit të Allahut. Kisht Habili. Ndërsa tjetri filloi të thotë, ama unë i fitova, unë i bona, apo nuk ju dorëzu urdhrit të Allahut subhanahu wa taala. E ai u bë prej të devijuarve dhe e fitoi pra xhehenemi. Po ashtu edhe pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam. Thot në surën Maida Allahu, thua jo Muhammed, قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
Thua jo Muhammed se namazi im, kurbani im, adhurimi im, jeta ime, vdekja ime, thjesht janë për Zotin e botëve. S'ka ortak Allahu. Dhe më në fund thot, unë jam i pari që i dërzohem Allahut. Pejgamberi Allahut thot, unë jam i pari që i dërzohem Allahut. I dërzohem urdhrave të Allahut, apo kufive të Allahut, kënaqësisë Allahut. Kështu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë. Nëse duhet t'i shtojmë shembujt, ta shohim ajo gjenerata parë prej së cilës ishte i kënaqur Allahu dhe ata ishin të kënaqur me Allahun xhalla xhelaluhu, e shohim se në urdhra dhe në ndalesa ata ishin dorëzuar Zotit të gjithësisë pa thonë ama. Në çështjen e mbulesës vëllezër, e dim se në fillim të Islamit mbulesa nuk ka qenë obligim. Edhe pse njerëzit e shëndosh, domethënë nuk kanë shotit në tokën e Allahut lakuriq, po mbulesa si shami, si mbulesë fetare që është për femrat muslimane, nuk ka qenë obligim. Pastaj Allahu xhalla xhelaluhu zbret ajetet e obligimit të mbulesës për femrën muslimane. E dim se edhe nonat tona nuk kanë pas mbulesë, si Aisha, si gratë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Por na tregojnë nonat e besimtarëve se si ishte qëndrimi i sahabeshëve ndaj urdhrit të Allahut xhalla xhelaluhu. Për shembull, kur ka zbrit ajeti yedinina alejhinna min jalabibihinna, Ummu Salame radhiyallahu anha kur thot kur zbriti ki ajet për obligueshmërinë e mbulesës, thot ensarijet, pra ato sahabeshet nga ensarët, me një herë fillun t'i mbulojnë kokat. Pastaj edhe nona e besimtarve, Aisha radhiyallahu anha, na tregon neve se kur zbriti ki ajet, thot hadithin që e transmeton Buhariu, shaqaqna marwatahunna wa ihtamarna biha. Thot ato teshat që i kishin robat, sahabeshet, këtu për muhaxhiret thot, për domethënë gra që kishin ardhur prej Mekën Medine. Kur e kuptuan këtë ajet, kur zbriti ajeti i mbulesës, ato teshat që i kishin, jo ta zbulojnë pjesën tjetër trupit, po thot i grisën të bojnë shamia, subhanallah. Nuk kanë thonë deporositi prej Shamit të mvije raqe tjera, po mbulesa, po kjo është mod, jo. Dorëzim, minjëher i mbulun. Me mbules fetare pra. Kjo tregon se çfarë dorëzimi kishin njerëzit e udhëzuar. Po ashtu, sahabet, kur u ndalu pirja e alkoholit. E dim se ndalesa e alkoholit ka qenë gradualisht, në mënyrë graduale. Nuk është ndaluar me njëherë, sepse është përdorur tek arabët alkoholi, apo vera e kështu me radhë. Kur zbriti ajeti që ndalohej rrepsisht përdorimi i pijeve alkoolike, çfarë thanë sahabet? A thanë, ama kina shumë buria, shumë kina prodhu alkohol, hajnë të vinë ato krishterët e Nejdit, vashesëm gjysë çmimit, ose haj munafikave të vajapim, ndoshta ato mos kina shumë humbje. Jo, si shpërshkruhet në hadithe të sakta, rrugët e Medines kanë rrjedhë si lumej me pije alkoolike. La ilaha illallah. A thanë, por ama hera fundit e në pak, jo. Me njëherë ju dorëzuan Allahut, urdhrit të Allahut, subhanahu wa ta'ala. Vëllezër të dashur, ne këto shembuj i përmendim, ama duhet ta dim se duhet t'i integrojmë në jetat tona. Për qenë të udhëzuar duhet të kemi dituri, duhet të kemi bindje dhe duhet të kemi dorëzim ndaj Allahut xhalla xhelaluhu. Ato gjëra që i ka urdhëruar Allahu me gjak e me shpirt, edhe nëse na rrezikohet rreziku jeta, ne duhet t'i shojmë në vend, sepse Allahu do na japë mirëqenie pra edhe në dynja dhe në ahiret. Për shembull, kur da dim ne
se namazi i sabahut është obligim të falet, kohën e ka prej agimit të mëngjesit deri tek lindja e diellit. Wallahi, a bosh di alarma, a bosh 5 alarma, e rregullosh gjumin, a i përzash misafirt, nuk e di une. Ama arsjetime, justifikime për të lënë namazin e sabahut nuk duhet të ketë njeri i udhëzuar. Apo? Pra, edhe me flet ora 4 duhet dëgjohet ora 6. Ama këtë nuk va preferoj. Do me thënë, për t'ju dorëzuar urdhrave të Allahu Gjelle Gjelaluhu, ne duhet t'i marrim ato masat, ta rregullojmë gjumin, apo dhe bëjmë 10 alarma ose di thujmë të afërmive, nëse nuk qohem une, kjo shtëpi prishet nesër. Ose ajo bindje që e përmendem, ajo dituri, ai iman dhe të zgjoje edhe pa alarm, ashtu si i zgjoj Ebu Bekrat dhe Omerat. Kjo është udhëzim. Nëse të ofrohet kredit prej bankës, vallahi dhe thush, në shatore jetoj, po kredit nuk marr për të bleshpi. Apo? Ama edhe njëherë, jo, nuk kaloj pran bankës, dhe me thanë, për para bankës, nuk kaloj se mund më boje, dhe me thanë, mendjen. Reklamat kur dhe dalin në celular, ose në televizor, duhet kesh urejtjet ma dhe kur i shef ato reklamet e kamatës. Kjo është bindje, kjo është dituri e dobishme dhe kjo është dorëzim. Kështu ishim pra gjeneratët e para, po elhamdulillah edhe në kohën tonë ka kështu njerëzi. Allahu na bëft prej tyre. Unë nuk du të zgjati më shumë. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.